kur intensiteti protestës kishte rënë dhe njerëzit thuajse ishin shpërndar. Kur policët thuajse ishin të shpartalluar dhe njësitë speciale zyrtare dhe jo zyrtare të Berishës ishin brenda oborrit. Pikërisht në ato momente u qellua drejt turmës për të vrarë. U qellua kur vdekjet nuk trëmnin më askënd. U qellua kur askush thuajse nuk e mori vesh nëse ata vdiqën apo u plagosën. Askush në bulevard nuk ishte i vetëdijshëm se kishte viktima. Lajmi erdhi pas orës 16 nga spitali ushtarak dhe sërish nuk ndikoi mbi ata pak vetë që kishin mbetur në rrugë. Pra, nuk u vra as për të trembur turmën, as për të trembur opozitën, as për të inkurajuar forcat e mbrojtjes. Momenti kur filloi të qelloi mbi turmë ishte episod gati 5 minutësh. Vetëm në ato pak minuta, tytat e armëve u drejtuan mbi qytetarët dhe kangjellat e kryeministrisë u sharruan nga brenda prej plumbave. Ata që kanë qelluar ishin qitësa të njësisë speciale të gardës, të shërbitur mirë për të përballuar me gjakftotësi situata të tilla. Por mënyra se si vepruan atë pasditë e janari, i nxori zbuluar, më tepër si amator që kishin mbushur brekët, sesa si pjesëtar të njësisë elit të gardës së Republikës. Pak pas i ndodhen vrasjet, duket se nisi të zbatohej një skenar i qartë për të mbuluar autorët dhe për t'ia faturuar autorsinë vetë demonstruesve. Skenari A, duke i mjaft bindës dhe i mbështetur në prova dhe fakte. Makineria shtetërore ndezi motorët e vetë dhe pak nga pak po plotësonte mozaikun e asaj që kishte ndodhur. Shqiptarët që kishin parë gjithçka nga televizori nuk po u besonin syve. Makina e propagandës shtetërore po jepte në dukje detaje krejt të pakundërshtueshme. Aq sa në mbrëmje, edhe vetë opozita ishte e tulatur duke humbur të ruan me frikën se dikush mund ta kishte shfrytzuar rrëmujën dhe kaosin e protestës për të lënë aty viktima, që ajo nuk do ishte në gjendje të mbrohej prej tyre. Skenari A, sapo ishte vënë në zbatim. Jam përpara jush, përpara të gjithë shqiptarëve me trishtimin e thellë për humbjen e 3 jetëve tërësisht pafajshme për shkak të një pushteti tërësisht të kalbur dhe të verbuar në ethet për të qëndruar me çdo mjet në këmbë. Shqipëria mbar po e sheh sjelljen barbare të forcave policore që pas përpjekjeve intensive të gjithëve ne për të qetësuar këdo që mund të qetësonim, u lshuan mbi ata që qetësisht po largoheshin dhe mbi qytetarët pafajshëm, duke mësyrë deri dhe në mjedise private përballë godinës së atij që quhet kryeministri i Shqipërisë, po që fatkeqësisht është thjesht dhe vetëm përfaqësuesi i një koalicioni turpi që sot ka lyer duart me gjak shqiptarësh të pafajshëm. Në daljen e tij të parë publike, më 21 janar në mbrëmje, kryeministri Berisha tha qartë: në këto përleshje kanë humbur jetën 3 qytetarë, janë plagosur 10 policë dhe demonstrues. Përgjegjësia e plot totale për të gjitha këto bie mbi organizatorët e skenarit tunizian, mbi pinjollët e benalive shqiptar. Duke u shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të viktimave, theksoi se të dhënat paraprake flasin se secili prej tyre është qelluar nga afër me armë dhe pistoleta të lehta, të cilat nuk gjenden në armatimin e policisë së shtetit dhe as të gardës së Republikës. Duke theksuar këtë, i kërkoi prokurorisë të zbardhë sa më shpejt të vërtetën e këtyre jetëve të humbura.
për vrasjen e 3 antarëve që morën pjesë në protestë. Ju thoni me siguri që policia nuk ka të tilla mjete që shkaktojnë të tilla plagë. Çfarë po thoni që nga janë vrarë protestuesit, sepse opozita thotë që janë vrarë me snajpera. A e konfirmoni këtë? Pra, nuk thash se të dhënat paraprake të ekspertëve dhe të mjekëve të reanimacionit është se ata janë gjuajtur nga afër me armë të lehta. Kjo do faktor shumë thjesht. Pse? Në të gjitha rastet, plumi është për të nxjerrë. Ka qenë aq i dobët sa s'ka përshku dot shtesat. Në gjitha rastet, dhe madje thuhet, po t'i shohim, se janë me silenciator. Pra, kjo janë dhënat e drejtashtishme, që akuzojnë direkt skenaristët. Megjithatë, këtu do ketë një hetim, një ekspertizë mjeko-ligjore serioze që do nxjerrë të gjithë të vërtetën. Edhe një herë, plumat janë in situ, në vend, kështu që është shumë e thjeshtë të gjinet, armët janë të regjistruara të gjitha. Dhe shumë e thjeshtë të gjinet janë, siç thot opozita, apo policët nuk kanë snajper. Nuk besoj të kenë snajper policia. Policia nuk ka snajper. Policia s'ka snajper. Nuk manë policia, asnjëherë në gjenin time policia s'manë snajper. Janë të ndara dhe tyra. Nuk mohoj se ka patur snajper. Institucionet do mbrohen me çdo çmim. Kur këto institucione s'do mund t'i dhunoj njëri. Mjera y që gabon. Mjera y që kujton se mund verë kamen brenda tyre. Këto urdhri vendimi është i prerë përfundimtar, institucionet brenda nuk preket kur. Kryeministri lëshoi 3 detaje bomb, që vunë me njëherë në lëvizje organin e hetimit. E para, viktimat ishin vrarë nga afër, gjë të cilën e kishte deklaruar një mjek i spitalit ushtarak vetëm pak minuta pasi viktimat kishin mbritur në urgjencën e këtij institucioni. Nuk duhet se për çfarë arsyesh u ngjit të hynte në fushën e veprimit të ekspertëve të mjekësisë ligjore, mjeku i urgjencës së spitalit, por deklarata e tij u përdor si prova e parë për të provuar skenarin atë protestës. Po, janë 2 mbetën akoma të identifikuar. Po? Tani jemi eksakt, se në flasën e parametra mjekësor. Parametra mjekësor, me që 2 konsiderohen të vdekur civil, ose kanë shkuar në morg, një identifikuar dhe një pa identifikuar. Po? Dhe tjetër që është identifikuar në spitalit Sak akoma, faktikisht, pa se ai ka bërë, akoma ne po e mbajmë në monitore, po e mbajmë në konsiderohet në rrugë mjekësore i vdekur, është plaga në zjarri, por ne thjesht me që është moshë 38 vjeç, po e mbajmë me monitor, duke punuar vetëm për hir të aparatit. Doktor, edhe personi i tretë ka, le të themi, ka vdekur nga një plum në kokë. Në kokë. Edhe kjo nga distancë e afërt? Po, tani, ne kemi një eksperiencë për 18 vjetësh me plagë të armëve të zjarrit. Po? Dhe eksperiencë më e madhe në Shqipëri e ka vetëm qendra jonë. Dhe për këtë eksperiencë kaq të madhe dhe mund të orientohemi. Po. Plagët me cilë kanar për njerëz janë të distancës të afërt, pasi se kanë dhe shenjat e djegjes, shenjat e plumbit, atë unazën e plumbit. Dhe unë kur kam folur që thash janë për mendimin tim, janë të distancë të afërt, kam folur duke u referuar eksperiencës time prej kaq vjetësh në spital dhe pa mira plagën e zjarrit. Pikërisht, nga kjo eksperiencë, nga sa afër mund t'jenë qelluar zoti Koçeku? Distanca shumë e afërt. Shenjën e plumbi dhe djegjen nuk e bën në distancë mbi 1,5 metër. Deri në këtë moment në spitalin ushtarak janë paraqitur
31 civil dhe 27 polic. Nga civilët, 3 fatkeqësisht kanë vdekur. Emrat e Kuran Deda, Zimer Veizi dhe një që quam të në fillim në morg, do ta kenë identifikuar në morg. Momentalisht, një nga civilët është në reanimacion, është në gjendje të rëndë, po mjekohet, po reanimohet, si dhe një polic i cili rezulton me hematom epidurale, po observohet dhe nëse do të jetë e nevojshme mund të ndryhet kirurgjikalisht. Por që po observohet, për momentin nuk ka nevojë, po mbahet në observim në reanimacion. 3 persona që kanë humbur jetën me se kush ka qenë shkaku i humbjes së jetës së tyre? Atë do ta përcaktoj mjekësia ligjore. Me çfarë plagësh kanë ardhur? Me plagë dukeshin plagë të vogla për që shkonin për armëzjarje nga distancë e afërt. E dyta, Berisha tha se viktimat ishin qelluar me armë të lehta, të cilat sipas tij nuk i dispononte fare policia apo garda. Në fakt, ekspertiza e mëvonshme e plumbit që vrau Ziver Veizin tregoi se ai ishte vrarë pikërisht nga një armë e njësisë speciale të gardës. Automatiku 9 mm MP5, i cili në asnjë rast të deritanishëm nuk ka rezultuar të ketë qenë në duart e grupeve kriminale shqiptare, është vetëm në zotërim të gardës. Të njëjtën gjë provoi edhe ekspertiza e FBI-s për pistoletën Beretta të komandantit të gardës, Andrea Prendi. Sado që ky i fundit u mundua të fshihte gjurmët, duke ndërruar pjesët e pistoletës së tij, tytën dhe gjilpërën, me ato të shoferit të vet. Por deri në mbrëmjen e vonë të 21 janarit, askush nuk e vinte në dyshim atë që thoshte kryeministri, mbështetur mbi deklaratat publike të mjekëve të spitalit ushtarak. Tani do të them 2 fjalë. Mercenarve, kriminelve, banditëve që sulmuan djeg kryeministrin, me të gjitha mjetët, gur, shkopi, armë, bomba molotov, dhe që u bën shkak i 4 viktimave në ato përleshje. Mos u bëni të mirë mish për top. Mos u bëni mish për top. I një njeriu dhe grushtit vogël njerëzish, që ju duan ju vetëm si mercenar për karrigën e tyre. Ju garantoj se çdo shkelje ligji dhe dhunim ligji do të merrni pa asnjë diskutim përgjigjen dhe ndëshkimin më të merituar. Fuqisë dhe bandit të brendshëm nuk do mund ta bëjnë kurrë këtë pa u përballur me të gjithë forcën e ligjit, gjerë në asgjësimin e plot të mundësisë së tyre për të sulmuar institucionet demokratike të qytetarëve të lirë shqiptarë. E treta, kryeministri fajsoi protestuesit se kishin goditur njëri tjetrin, dhe për këtë me njëherë pas deklaratës së tij në YouTube u hodh një video e detajuar, nëpërmjet së cilës argumentoi se vrasësit ishin pjesëtar të turmës. Për ironi të fatit, kamera që kishte filmuar këto imazhe ishte e vendosur në dritaret e kryesisë së kuvendit. Për t'i dhënë peshë versionit të vet, kryeministri përdori edhe një detaj tjetër, që e bënte më të besueshme atë që ai thoshte. Duke akuzuar një eksponent të opozitës, ai i jepte më shumë gjyrim asaj që thoshte. Kush e lexon këtë deklaratë të kryeministrit më vonë, e kupton qartë se kur doli para medias, ai ishte i vendosur t'i hidhte kufomat në shpinë të opozitës dhe liderit të saj Edi Rama. Opozita organizoi një skenar fuqist, e paralajmëroi atë. Organizoi skenarin tunizian. Përgjigje opozitës i dhanë familjarë të njërës prej viktimave. Nxorën jashtë atë, dil jashtë kriminal, nga vra dhe vlla.
Deklarata tregon qartë po ashtu se Berisha në mos ka mbajtur kontakt thuajse të drejt për drejt me Spitalin Ushtarak, ka qenë në sinkron me ta. Dy mjekët që u bën strumbullari i skenarit për vrasje nga afër, duket se e kishin furnizuar me provat që i duheshin kryeministrit. Paragrafi që Berisha flet për një gjoja incident, i vishet Preç Zogajt, kur ka shkuar tek dhoma e Alex Nikajt. Asgjë e tillë nuk ka ndodhur. Siç shpjegoi vetë Zogaj, Aleksi ishte një mik i shtëpisë së tij, dhe ai ishte realisht i dërmuar nga ideja se Aleksi mund të vdiste. Ishte vëllai vetëm i 4 motrave dhe kishte 2 vajza të vogla. Berisha ishte vigjilent ndaj këtyre detajeve dhe kishte kompletuar skenarin e tij, që nga mënyra si ishin gjuajtur, deri tek detajet se si populli pajsonte opozitën për vrasjet. Ministri i Mbrojtjes Arben Imami dhe më pas ai i transporteve Sokol Oldashi u shfaqën të parët në për ekrane, duke provuar të njëjtin skenar. Në ekranet e disa mediave proqeveritare, nisi të shfaqej videomontazhi i publikuar fillimisht në YouTube, ku tregohet se si Ziver Veizi qelloi nga një protestues me çadër në dorë. Një tjetër detaj i përdorur nga kryeministri për të mbështetur versionin e tij ishte intimidimi që u bëri ai gazetarëve. Ai u drejtua gazetarëve me këto fjalë. E nderuar, ndjej keqardhje për çdo viktim. Mua viktimat më ngjallin gjithnjë keqardhje. Por, që është e sigurt ti, që përgjegjësia direkte e plotë dhe totale qëndron mbi atë që organizoi skenarin. Mund të bëj një pyetje ju. Ju që ishit në të katarant e kësaj situate me kamerat tuaja, pse s'arrit të filmonit njërin prej tyre? Pse nuk arrit? Si nuk arritit ju të qovë dhe njërin prej tyre? Çfarë ndodhi me kamerat tuaja? Ju keni dhënë të gjitha. Madje unë dëgjova një telekronist tuaj që thasë më ka marrë plumi, pastaj doli se kishte marrë plumi. Eksakt kjo që po them. Unë ndiqem. Ka marrë plumi këtu dhe ndjeva keqardhje, sinqerisht. Se thash gazetar. Por çdo njeri ndjek keqardhje. Por pastaj fatmirësisht doli që se kishte marrë plumi. Tha jo nuk ka marrë, po në shtynë në godite me bon, pas tjetër punë, pasaj për shumë ishë në kam. Kryeministri ishte i sigurt se askush nuk i kishte filmuar vrasjet në mënyrë të plotë, por e vërteta ishte krejt ndryshe. Në daljen e parë të orës 18, lideri i opozitës e shfaqte hapur shqetësimin për atë që kishte ndodhur dhe pasigurinë për atë që pritej të ndodhte në orët e mëvonshme. Keq përdorimi deri në ekstrem i forcës policore të shtetit, i atyre burrave e djemve, që për një rrogë mizerabël punojnë, sakrifikojnë ditën dhe natën në krye të detyrës, është një keq përdorim i pafalshëm. Dhe mënyra se si u provokua një demonstrat paqësore dhe se si u goditën pas zënën dhe vënd në bulevard, demonstrues të cilët kishin vetëm pankarta në dorë, është mënyra me cilën Saliu, koalicioni i turpit, regjimi i Kusaris dhe Matravazllokut, na tregoj as më shumë as më pak, po drejtësinë e rrugës son, drejtësinë e përpjekjes son, drejtësinë e betejës son, drejtësinë e aspiratës son, drejtësinë e gjithë kësaj rruge që sot kulmoi me një demonstrat të kthyer në tragjedi. Në daljen e orës 22 Rama, dukej se ishte nën presionin e vazhdueshëm të ushtruar nga kryeministri dhe makineria e propagandës shtetërore. Jam pa fjalë përballë pamjeve të
i spitalit sot. Jam pa fjalë përballë provës fort me jetë humbura të një Shqipërie që është marrë peng. Kur në mbrëmje vonë, rreth orës 23:15, News 24 publikoi pamjet me versionin real të asaj që kishte ndodhur. Situata mori një tjetër rrugë. Këndi i plot i pamjes i përfshinte të gjithë në një kuadër, nga vrasësit deri tek viktimat. Shihej qartë që gardistët kishin qelluar dhe vrarë. Shihej qartë që një ushtarak i gardës kishte qelluar në drejtim të njerëzve. Kamera kapte flakën e automatikut dhe rrëzimin e viktimës ziverve izi në të njëjtën kohë. Dalja e pamjeve që tregonin qartazi se çfarë kishte ndodhur me viktimat dhe kush ishin vrasësit e vërtet, krijoi një përshtjellim të madh, duke hedhur poshtë versionin A, të trumpetuar me aq bujë deri në ato momente. Opozita kishte kaluar nga e akuzuar për vrasjet në viktimë e tyre, ndërsa qeveria nga akuzuese në autore të vrasjeve të demonstruesve të pafajshëm. Tmeri i ditës sot me doli, me zë e me figurë, në mesnat, njësoj si çdoli, me zë e me figurë, llumi i kusaris e matrapazllëkut disa ditë më parë. Sa po pam, fal talentit spikatur dhe kurajos rrallë të një gazetarit njohur të kronikës zezë, dorën vrastare që e ktheu një protestë paqësore në një mort. Dorën e regjimit kusaris dhe matrapazllëkut që sot u soll si i mbyturi që përpiqet të të mbysë. Dorën e Saliut që përmes lulit të tij dhe një dore horrash vrastar preu jetë të pafajshme demonstruesish. Ku je Sali? Ku i ke provat e ndyrësive që nxore sot nga goja për opozitën, për drejtuesit e saj, për mua personalisht, duke na akuzuar si vrasësi dhe të vrarëve që në fakt ashtu siç e pa tani, mbar Shqipëria, me zë e me figurë, janë viktimat e pushtllëkut pakufishëm të pushtetit tënd të marrë fund. Ku je Sali? Provat rënqeset nxorën lakuriq. E ke qef madhe këtë fjalë, po lakuriq natë ama, krijese verbër që nuk sheh dot dritën. Nuk ballafaqohesh dot me të vërtetën e nxjerrë në dritë, nuk i reziston dot tundimit për të dhunuar këdo që të thotë se nuk jeton dot në errësirën tënde. Ku je Sali? Edhe ky ishte montazh? Edhe ky ishte saim i një çakalli mediatik? Edhe ky ishte komplot vizual i Edi Ramës dhe opozitës bastarde për të mashtruar popullin që ti e do aq shumë, popullin që ti e do të mbërthyer në errësirën tënde dhe që e vret, si shtreguan rrënqeshëm, pamjet që sapo pam. Të nesërme në një dalje të re para mediave, kryeministri u detyruat paraqes një tjetër skenar, pasi ai i pari tashmë ishte copë thërrime. Për çdo territor, këtu ka një rregullore, do ta dini ju. Një rregullore është për bulevardin, sepse janë dy ndërtesat kryesore të shtetit, parlamenti, kryeministria, presidenca me tutje. Ka një rregullore për gardhin, ka një rregullore për brenda gardhit, ka pastaj një rregullore për atë që mund të prek çdo metër katror të territorit brenda gardhit. Vuçi avancoi me futjen brenda në territor të banditëve dhe fuqistëve. Ku nuk do mund të kalonin. Dhe u them, mos mendojnë kur se mund ta kalojnë. Në zone pa kalueshme. Nuk ka forcë që mund ta kalojë atë. Njëran mos guxo.
Kaq të them. Faktor do mund të bësh kur. Për kungazi, do shkosh drejt atij fundi që meriton defaktorizimit total. Ka institucione, ka parlament dhe keni të gjithë hapësirat. I zënë gusht nga gazetarët, të komentonte pamjet e publikuara nga News 24. Berisha ju vërsul gazetarit që i publikoi. Informatët e para janë ato që kam thënë dje, por kam thënë, Prokuria e Shtetit do të zbardhë të gjitha rrethanat. Të gjitha rrethanat. Nga ka ndalë, nga ka nadhë, kush ka qelluar, gjitha në radhë. Tani, unë shoh një media që po me një çakall tjetër të sigurimit, bën atë që bëri çakalli Ramës me din tjetër. Dhe përpiqet të bëjnë edhe gjykatësin dhe prokurorin dhe këtë edhe të gjitha. Kjo është përzgjedhja e tij. Prokuroria, ne kemi ekspert të plot për të gjitha këto fusha. Do të qartësojnë, do të nxjerrë përgjegjësitë, ku qëndrojnë, ku s'qëndrojnë. S'kishte hije dyshimi se skenari A ishte shfryrë si flusk sapuni, ku fomat e viktimave që tentoi t'ia faturonte opozitës i kishin mbetur në obor të kryeministrisë. Dy fjalë për qytetarët. Sigurisht që me këto akte, trojka e bllokut vjetër, ministrave të ndërhorës, synon me çdo kusht të dëmtojë imazhin e Shqipërisë. Synon me çdo kusht të paraqes ju dhe Shqipërinë ashtu si kundër ju dhe Shqipëria nuk është. Por nga ana tjetër, ju patë se institucionet që ju keni ndërtuar u treguan në lartësinë maksimale të institucioneve të një vendi të lirë dhe demokratik. Nga ana tjetër, do të theksoj këtu se në rast se trojka mendon se në këtë mënyrë do realizojë një qëllim, unë ja fjalën se në këtë mënyrë do të realizojë veçse daljen e vetë përfundimtare nga skena politike të Shqipërisë. Pas 5 vitesh, Ilir Meta është kryetari i kuvendit, në një pozicion politik shumë më të fortë, edhe me një parti që mban në pushtet Partinë Socialiste të Ramës. Edi Rama, njeriu që drejtoi revoltën popullore në atë kohë kundër korrupsionit skandalos të qeverisë Berisha Meta, tashmë është kryeministër i Shqipërisë, në qeverinë Rama Meta. Sali Berisha, pasi i siguroi garancinë Metës se nuk do të dënohej nga gjykata e lartë dhe mbrojti me vetmohim ekzekutorët e 4 të vrarëve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nuk ka dalë kurrë para një gjykate shqiptare në lidhje me këtë ngjarje. Berisha tashmë është deputet i PD-s dhe u bën çdo ditë thirrje shqiptarëve për të ngritur në një revolucion kundër korrupsionit të qeveritarëve të majt. 4 të vrarët e 21 janarit tashmë janë bërë pllaka bronzi në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ata që urdhëruan vrasjet e tyre, jo vetëm që nuk dolën kurrë para një gjykate për të dhënë llogari mbi këtë krim shtetëror, por flasin për ditë në media në mbrojtje të demokracisë të fjalës së lirë. Madje protestojnë në të njëjtin vend, ku ata të 4 u vranë kundër qeverisë Rama Meta. Ekzekutorët jo vetëm që nuk u ndëshkuan kurrë për krimin që kryen me zë e figurë, por janë të lirë duke shijuar jetën e tyre, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Ambasadori amerikan Arvizu, diplomati që u premtoi drejtësi me çdo kusht fëmijëve jetim të 4 viktimave shtetëror të 21 janarit, tashmë është duke shijuar i qetë pensionin në SBA. Shqiptarët, ata që protestuan atë ditë, janë duke pritur që ambasadori amerikan i radhës, Donald Lu, të vendos drejtësi për një krim shtetëror që duket se nuk do të ndëshkohet kurrë.